Interesant është fakti që sa herë organet ligjzbatuese nisin hetime mbi akshin, fokusi ndalet te procedurat, te dokumentet, te kontratat dhe te kompanitë që dalin fituese në letra, por nuk shkon kurrë te personi që i lidh të gjithë këta element dhe ka një rol vendimtar në mënyrën si ndërtohen dhe si përfundojnë tenderët e teknologjisë, duke e lënë jashtë çdo analizë Armand Sharën edhe pse ai del në çdo hallk të këtij zinxhiri. Hetimet shohin formularët dhe firmat, por nuk ndjekin pronësinë reale dhe nuk ndjekin lidhjet ekonomike, sepse paracaktimi i një procedure nuk ndodh vetë, dikush harton kushtet, dikush kontrollon furnizimin, dikush vendos kush hyn në garë dhe kush del fitues dhe në rastin e akshit, këto role nuk janë të ndara, por bashkohen rreth të njëjtit emër. Armand Shara zotron 100% të Tag Engineering, kompania regjistruar më 30 nëntor 2017 me NIP L2407000TC dhe përmes kësaj shoqërie mban kontroll mbi kompani që shfaqen vazhdimisht në procedurat e teknologjisë publike, duke mos dalë kurrë vetë si përfitues frontal, por duke qenë gjithmonë pas kompanive që marrin kontrata dhe pagesa nga buxheti. Tag Engineering mban kuota në Infosoft Systems, Infosoft Business Solutions, EQBinfo dhe EQBinfo International, kompani që dalin si kontraktor dhe furnitor në projektet që akshi paguan nga thesari i shtetit, duke vendosur Armand Sharën në qendër të vendimarrjes edhe kur emri i tij nuk figuron në kontratë. Sipas të dhënave të thesarit, vetëm EQBinfo ka marrë rreth 30 milionë euro nga fondet publike, të shpërndara në mbi 1000 transaksione, pagesa të kryera kryesisht nga akshi për sisteme dhe shërbime informatike, ndërsa kontrolli i kësaj kompanie kalon përmes Tag Engineering dhe përfundon te Armand Shara. Këto pagesa nuk përfaqësojnë një episod të vetëm, por një rrjedhë të vazhdueshme parash publike, ku i njëjti rrjedh shfaqet herë si fitues, herë si furnitor dhe herë si konkurrent, ndërsa përfitimi real mbetet i përqendruar te i njëjti person. Në dosjen e laboratorëve të shkollave Smart Lab, që ndodhet nën hetim, institucionet ndalen te kompanitë që dalin fituese në tender, por nuk ndjekin zinxhirin e furnizimit dhe faturimit, ku pajisjet kalojnë nga partnerit distributor te kompanitë të lidhura me rrjetin e Armand Sharës, më pas te ndërmjetës dhe në fund te pjesëmarrës që fitojnë me çmime disa herë mbi koston, ndërsa personi që kontrollon këtë zinxhir nuk përmendet. Paralelisht me këtë rol në teknologji, Armand Shara rezulton i lidhur me grupet kriminale që pastrojnë parat në ndërtim, kulla dhe pasuri të paluajtshme, duke krijuar një bosht ku tenderet, parat publike, projektet dhe toka qarkullojnë brenda të njëjtave rrjete. Pas largimit të Ermal Beqirit nga qendra e skemës, roli i tij nuk u zhduk, por u trashëgua dhe sot del qartë se Armand Shara ka marrë përsipër vijimin e misionit Beqirit, duke mbajtur të njëjtin model funksionimi, të njëjtat lidhje dhe të njëjtin kontroll mbi procedurat e akshit, por me më pak ekspozim dhe me më shumë mbulim përmes pronësisë. Skema nuk ndryshoi vetëm emri që nuk përmendet, sepse ndërsa Ermal Beqiri doli në dosje dhe në hetime, Armand Shara mbeti në hije edhe pse parat, kompanitë dhe kontratat tregojnë se kontrolli i krimit nuk u largua, por thjesht u zhvendos tek një tjetër aktor, Armand Shara. Në këtë situatë pyetja nuk lidhet me një tender dhe as me një kompani, por lidhet drejt për drejt me Armand Sharën, sepse pa u hetuar roli i tij si kontrollues i rrjetit të teknologjisë, si i lidhur me grupet e ndërtimit dhe si vijues i misionit të Ermal Beqirit, çdo hetim mbi akshin mbetet i cunguar. Pse është lënë në hije kolosi i tenderave të teknologjisë, zoti Armand Shara? Lidhja e kompanive të Armand Sharës me aferën e Durana Tech Park është e drejtë për drejtë dhe del nga dokumentet, jo nga interpretimet. Së pari Tag Engineering SHPK, kompania që Armand Shara zotron 100% dhe që shërben si qendra e kontrollit të gjithë rrjetit të tij, rezulton e përfshirë në listat e publikuara si një nga rreth 50 subjektet që janë regjistruar dhe kanë përfituar nga përfshirja në Durana Tech Park. Ky fakt tregon se Shara nuk ka qenë spektator në këtë aferë, por pjesë aktive e saj që në fazën e ndërtimit të skemës. Së dyti, kompania Inex SHPK, e kontrolluar nga Armand Shara përmes këtij rrjeti, është themeluar me adresë të regjistruar pikërisht brenda Durana Tech Park, çka nuk përbën një detaj formal, por një zgjedhje të qëllimshme, sepse e fut kompaninë që në ditën e parë në një parajsë fiskale që parashikon përjashtim nga tatim fitimi dhe lehtësi të tjera që lidhen drejt për drejt me këtë park. Kjo tregon se Inex nuk u krijua si një kompani e zakonshme tregu, por si një strukturë vendosur brenda një skeme që kishte si qëllim evazionin fiskal. Duke qenë se Tag Engineering dhe rrjeti i kompanive të lidhura me të janë përfitues të rregullt të tenderëve publik me vlerë miliona euro, kryesisht në sektorin e teknologjisë dhe përmes akshit, situata merr një dimension tjetër. Nga njëra anë, këto kompani marrin fonde të mëdha nga buxheti i shtetit përmes kontratave publike, pra marrin para të taksapaguesve. Nga ana tjetër, përmes përfshirjes në Durana Tech Park, të njëjtat subjekte shmangin pagesën e taksave, duke mos kontribuar në të njëjtin buxhet nga i cili u shehen. Këtu krijohet një cikël i mbyllur ku parat publike kalojnë nga thesari i shtetit e kompanitë kontrolluara nga Armand Shara. Më pas përqendrohen te Tag Engineering si kompani mëm dhe në fazën tjetër kanalizohen drejt Inex, e cila është pozicionuar brenda skemës së evazionit fiskal të Durana Tech Park. Në këtë mënyrë, fitimet që burojnë nga tenderët e teknologjisë përfshirë ato të akshit, kalojnë nga një rrjet kompanish që i përkasin të njëjtit kontroll dhe përfundojnë në një strukturë ku taksat nuk paguhen.
iNext e krijuar dhe e regjistruar brenda parkut shfaqet kështu si një portofol i ri për rrjetin që kontrollon Armand Shara, një kompani që nuk ka nevojë të dalë vetë në tender në fazën fillestare, sepse ushqehet nga paratë që gjenerohen nga kompanitë e tjera të grupit, si Kubinfo dhe subjektet e lidhura me Infosoft, para që fillimisht vinë nga procedura publike dhe më pas zhvendosen brenda rrjetit. Ky mekanizëm shpjegon pse iNext nuk ka histori të saj në prokurimet publike, por megjithatë shfaqet menjëherë si pjesë e një strukture fiskale të privilegjuar, sepse ajo nuk u ndërtua për të konkuruar, por për të thithur fitimet që krijohen nga tenderet e fituar më parë nga rrjeti i kompanive që Armand Shara kontrollon prej vitesh. Vion